Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka zhvilluar një takim të rëndësishëm me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen. Gjatë takimit ata diskutuan mbi ecurinë e dialogut mes dy vendeve, situatën e sigurisë në rajon dhe përparimin e Kosovës në rrugën e integrimit evropian. Osmani përcolli Sorensit qëndrimin e saj se Kosova duhet të trajtohet në mënyrë të barabartë të gjithë proceset, përfshirë dialogun me Serbinë dhe hapa drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Ajo nënvisoi se Prishtina ka qenë një palë konstruktive në negociata dhe se është e angazhuar për paqe, stabilitet dhe respektimin e ligjit. Në këtë kontekst, Osmani ngriti shqetësimin për masat ndëshkuese që Bashkimi Evropian ka vendosur ndaj Kosovës, duke i konsideruar ato të padrejta dhe të dëmshme. Sipas saj, këto masa nuk penalizojnë vetëm qeverinë e Kosovës, por ndikojnë negativisht edhe të qytetarët dhe dëmtojnë balancën e nevojshme në dialogun me Serbinë. Përmes një postimi në Facebook, Presidentja e Kosovës ritheksoi angazhimin e vendit për të ndjekur rrugën evropiane dhe për të forcuar demokracinë dhe sundimin e ligjit. Ajo i bëri thirrje që Bashkimi Evropian të vlerësojë objektivisht përpjekjet e Kosovës dhe të heqë masat që sipas saj po krijojnë një disbalancë të padrejtë në procesin e negociatave.